A ndihesh në ankth, e shqetësuar ose i rreztapitur dhe asgjë nuk duket se funksionon. Mund të mendosh se është vetëm në kokën tënde, por në të vërtetë në përgjithësi nuk është. Është në përgjithësi sistemi yt nervor që po thërret për ndihmë. Nëse ke qenë në këtë gjendje prej vitesh, tashmë e di mirë se sa zhgënjyese është të provosh gjithçka dhe përsëri mos të ndihesh më mirë. Unë jam Ada, jam terapiste holistike. Në punën time, udhëheq klientët që vuajnë nga pasojat të traumave të vogla apo të mëdha, si edhe me rregullimin e sistemit nervor dhe rilidhjen me veten e tyre. Sot do të tregoj për 5 shenja që tregojnë qartë që sistemi yt nervor është i çrregulluar dhe një zgjidhje të thjeshtë për secilën. Këto janë mjetet që kam përdorur dhe vazhdoj t'i përdor me veten time, si edhe me klientët e mi. Shenja e parë: probleme me gjumin. Shtrihesh në shtrat e lodhur, por mendja nuk të fitet dot. Nëse trupi nuk ndihet i sigurt, nuk ka për ta lënë mendjen të pushojë. Dhe kjo është arsyeja pse gjumi duket i pamundur, edhe kur je super i lodhur. Zgjidhja e shpejtë: frymarrja me bark. Vendos duart mbi bark, merr frymë derisa barku të ngrihet dhe nxirr frymën ngadalë. Bëje disa herë derisa trupi të ndihet më i rënd, më i sigurt, më i qetë. Shenja e dytë: je gjithmonë në ankth. Çdo zhurmë e vogël të tremb nuk arrin të relaksohesh, të duket sikur trupi yt është në pritje që diçka super e keqe të ndodh. Kjo është super rastapitse. Zgjidhja: gumëshitja. Tingëllon e çuditshme, por funksionon shumë mirë sepse vibrimi qetëson nervin vagus. Është si të shtypësh një buton që rinis çdo gjë brenda trupit tënd. Hajde ta provojmë bashkë. Merr frymë. Është super e thjeshtë. Dhe çdo kush mund ta praktikojë në çdo moment. Shenja e tretë: mpirja. Kjo është e kundërta e asaj çfarë shpjegova pak më parë. Nuk ndihesh në ankth. Në fakt, nuk ndjen asgjë. Je i mpir, bosh, sikur ke ngrirë. Kjo është mënyra se si sistemi nervor hyn në modalitetin freeze, në modalitetin e ngurtësuar. Zgjidhja: shkundja e trupit. Ngrihu, kërce, tund krahët, tund këmbët, tund gjithë trupin dhe shkunde trupin derisa të fillosh të ndjesh diçka. Dhe normalisht, Roma nuk u ndërtua në një ditë, që do të thotë që kjo duhet përsëritur disa herë. Kafshët e përdorin këtë metodë gjatë kohës. E bëjnë gjithmonë këtë gjë pas stresit, shkundin trupin. Besoj keni parë qenë mace që e përdorin këtë metodë gjatë kohës, sepse jep trupit sinjalin që rreziku ka kaluar. Shenja e katërt: tensioni në trup. Qafa është e ngurtë, nofullat shtrëngohen, stomaku shtrëngohet, sepse traumat fshihen në trup. Zgjidhja është skanimi i trupit. Mbyll syt. Vëre ku po mban tension, ndoshta në qafë, ndoshta në shpatull, ndoshta në bark. Merr frymë thellë dhe drejto frymarrjen drejt pjesës së trupit që ka dhimbje. Bëje 2 herë. Një herë për të bërë i vetëdijshëm për atë pjesë të trupit dhe më pas për ta nisur frymarrjen drejt pjesës së trupit që ka nevojë për vëmendje. Pra, përqendrohu, skano trupin, kontrollo ku është problemi, dhimbja apo ngurtësimi, le të themi në qafë. Përqendrohu te kjo pjesë dhe kur merr frymë, me imagjinat, çoje frymarrjen drejt kësaj pjese të trupit. Shenja e pestë: truri yt nuk ndalet së menduari. Ripërsërit bisedat, përgatitesh për fatkeqësitë më të mëdha, analizon pafund. Ne këtë i quajmë bimendim, por në fakt nuk është gjithmonë bimendim. Është sistemi yt nervor i mbërthyer në fight or flight. Zgjidhja: tokëzimi. Vendos këmbët në tokë, nëse ke mundësinë të jesh jashtë akoma më mirë, dhe përqendrohu tek 3 gjëra që sheh. Kjo i thot mendjes: jam këtu, jam i sigurt. Pra, vendos këmbët në tokë, nguli mirë në tokë dhe shiko 3 gjëra dhe përqendrohu tek ato. Edhe kam një këshill bonus që mund ta përdorësh në çdo rast. Një nga risetet më të shpejta është të shplash fytyrën me ujë të ftohtë.
Kjo stimulon nervin vagus dhe tërheq menjëherë sistemin tënd jashtë mbi ngarkesës. Pra thjesht ujë të ftohtë në fytyrë. Shumë nga klientët e mi e përdorin këtë para takimeve, pas debateve ose kur i ka paniku. Le ti përsërisim. Probleme me gjumin, frymarrje me bark. Gjithmonë në ankth, gumëzhitje. Kjo është gumëzhitja. Ndjesh empir, shkundja e trupit. Tension trupor në një pjesë të trupit, për shembull në shpatull apo në qaf, stanimi i trupit dhe çuarja e frymarrjes në atë pjesë të trupit. Mbi mendim, kur analizon çdo gjë, tokëzimi, këmbët në tokë. Dhe bonus, ujë i ftohtë në fytyrë. Këto praktika janë super të thjeshta, por gjithashtu super të fuqishme. Sepse kur jep trupit ndjenjen e sigurisë, mendja më në fund ndihet e sigurt. Sistemi yt nervor nuk ka nevojë për rregullim. Ka nevojë për të kujtuar se është i sigurt, i fortë dhe i aftë të qetësohet. Provoj njërën për këtyre metodave sot dhe vëre se sa ndryshe do fillosh të ndihesh. Për më shumë metoda të tilla, abonohu dhe mba mend. Qetësia nuk gjendet, qetësia krijohet. Dhe askush nuk mund ta krijojë qetësinë për ty, përveç teje.